Më 7 maj ish banorja e Big Brother në VIP 4, Loredana Brati ka festuar ditëlindjen e saj. Ajo ka mbushur 26 vjeç. Por dje Lori ka organizuar një festë, ku ka ftuar ish banorët e Big Brother në VIP 4, por edhe shumë personazhe të njohur të botës së televizionit. Mes tyre Lori ka ftuar edhe Egli Takon dhe Gjeneta Fetahun. Disa foto kanë dalë në rrjetet sociale, ku shihen secila prej vajzave në shoqërinë e miqve të tyre. Egli është parë në shoqërinë e mikut të saj ish banorit të Big Brother në VIP 4, Shkëlzenit, i cili e ka mbështetur shumë brenda shtëpisë dhe jashtë saj. Ndërkohë që gazetari Ervin Kurti ka publikuar një video, ku shihet Gjeneta teksa kërcen. Po ashtu edhe Lindero ka shpërndar një video, ku shihet Gjeneta duke kërcyer me Gjibanin. Ndërkohë që vajzat po argëtohen, gjesti ndodhet në Austri ku po mban koncertet e tij të radhës. Nuk dihet nëse lidhja mes tij dhe Eglit vazhdon, por në rrjetet sociale ka mjaft aludime se ata nuk janë më bashkë. Por kjo gjë mbetet për t'u parë dhe dëgjuar nga vetë çifti në daljet e tyre publike.